që një parti e madhe me shumë njerëz që kanë pasur edhe ndoshta konceptet ndryshme, por i ka bashkuar një program, një vizion që e ka pasur Rugova. Pas vdekjes tij se ka pasur një lider të fuqishëm që do ta udhëheqte me sukses LDK-n në frymën rrugoviane, në përmbajtjen e vizionit rrugovian e tjera, kështu që ky problem përcjell edhe sot. Pra edhe sot i mungon një lider i vërtet që arrin të bashkojë gjitha ato grupe apo rryma që janë brenda LDK-s. Kur po thoni se i mungon një lider, i referojnë më tepër kryetarëve të drejtaneshëm të LDK-s dhe besoni se në fakt lider të cilët do të mund ta udhëheqnin më mirë LDK-n janë brenda LDK-s, por se nuk janë në postën e kryetarit? Unë mendoj se momentalisht në kryesit LDK-s nuk është një person që do të mund ta luante me sukses rolin e liderit. Pra, LDK-ja momentalisht për fat keq nuk e ka një person që do të mund ta udhëheqte me sukses LDK-n dhe ta ngriste edhe pak ndoshta. Përkundrazi, gjithë ata që pretendojnë të jenë kryet LDK-s nuk besoj se mund të kontribuojnë LDK-s për të mirë. Pra, unë mendoj se edhe momentalisht nuk është në sipërfaqe një figurë brenda LDK-s që do të mund ta udhëheqte me sukses. Por, rrethonat e caktuara gjithmonë lindin lider. Dhe LDK-ja do ta bëjnë një lëvizje të brendshme, do ta bëjnë një proces të vërtet zgjedhor pa u ngutur, një proces që fillon prej nëndegëve në degë dhe në nivelin qendror, në mënyrë që ky proces ta nxjerrë një lider. Pra, edhe unë mendoj se një zgjidhje e mirë do të ishte që lideri, kryetari i LDK-s nuk do të duhet të zgjidhej në kuvendin e LDK-s, po do të zgjidhej me nivo drejt për drejt të antarësisë LDK-s. Pra, të votohet në çdo nëndegë po edhe për liderin e LDK-s. Përjashtot mundësia të jetë edhe ndonjë figurë e jashtme, në kuptimin që do të mund t'i bashkoj tani më në vazhdim LDK-s? Unë nuk besoj që është mirë të ketë një figurë të jashtme, por nëse thoni se branda aktualisht nuk është ndonjë figurë që do të mund ta rrimë këmbë. Unë mendoj se në këtë kryesi që është aktuale nuk është ndonjë figurë që do të mund ta udhëheqte me sukses LDK-n, por që procesi zgjedhor në kuadër të LDK-s, pra gjithë LDK-s, mund ta nxjerrë një figurë, sepse nëse do të bëheshin zgjedhje drejt për drejta për kryetarin e LDK-s, mund dalin 3, 4, 5 kandidat, edhe elektorati përcaktohet për njërin prej tyre, do të thotë nëse njëri prej tyre merr më shumë vota se tjerët, atëherë do të ishte i pranueshëm si lider. Pra, në këtë mënyrë si po shkojnë tash gjërat, në këtë konstelacion të grupimeve, të përçarjeve, të mospajtimeve tjera, ka rrezik që LDK-ja jo vetëm të mos e zgjedhë një lider të vërtet, një kryetar të vërtet, po ka rrezik që të përçahet edhe më keq edhe të bijë edhe më poshtë se sa është tash. Dhe mund të shpërbëhet një farë forme